Në fakt, ju veç gazetarisë fillut edhe studimet për personazhe të mëdha të kombit, por edhe ngjarje historike. Them drejtën, thash ne do të flasim për dy vëllimët për Nolin, që tashmë kanë parë dritën, por nuk mund t'i anashkaloj botimet e tjera historike për të cilat po të flasim veç e veç nuk do na dalin disa emisione që është e vërteta, sepse kanë histori të madhe brenda saj. Por diçka përmbledhse do të pyes për librin Pavarësia, udhëtimi i parushëm Ismail Qemali, çfarë solli ndryshe për lexuesit? Po, aty e ndryshme besoj se është koncepti, pra unë aty marr një segment të jetës së Ismail Qemalit, 26 ditët më të rëndësishme të jetës tij, nëse do ta përkuzonim kështu, sepse ai u nis nga Stambolli në 2 nëntor të vitit 1912 dhe përfundoi në Vlorë në 28 nëntor duke shpallur pavarësinë atë ditë. Pra janë 26 ditë, një udhëtim me të vërtetë i paharruar, jo vetëm për Ismail Qemalin, por për të gjithë shqiptarët. Edhe unë mendova se ky udhëtim nuk ka qenë përshkruar me aq hollësi. Mendova se kishte shumë rëndësi që të thuheshin detajet e këtij udhëtimi, me kë u takua, pse shkoi, pse u nis, ku shkoi në fillim, edhe vështirësitë e udhëtimit dhe të gjitha këto. Kështu që kështu lindi ky libër në fakt. Edhe mu desh të shkoja në për shumë arkiva, të shfletoja arkivin austriak që kishte një bollëk dokumentash, arkivi italian gjithashtu kishte gazeta të ndryshme të kohës që me të vërtetë ishin shumë të rëndësishme, sepse jo çdo gjë e gjen nëpër arkiva. Edhe një intervistazëm që Ismail Qemali i ka dhënë një gazete ka vlerë të madhe historike. Për shembull nga gazeta Neue Freie Presse Austrisë, unë mësova se për herë të parë Ismail Qemali ka përdorur fjalën pavarësi në vitin 8 nëntor 1912, në datën 8 nëntor, të vitin 1912. Deri atëherë flitej vetëm për autonomi. Dhe kur ai shkoi në Vjenë, gazetat vieneze ishin mbushur me fjalën pavarësi. Pra shqiptarët duhet të shpallin pavarësinë, nuk ka më autonomi. Ja, kjo ishte për shembull një gjetje që unë nuk e kisha parë në asnjë vend tjetër. Edhe kishte shumë detaje të tilla që ti mund t'i gjesh për shembull në arkiva, sigurisht është më mirë, po edhe gazetat kanë rëndësinë atyre.